9 dhjetor 2025 jemi në ditën e Marsit. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyli. Do t'ju flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Ana është në ndikime pozitive edhe gjatë kësaj dite, duke qenë se do të ketë kënde pozitive si me Marsin, po ashtu edhe me Diellin. Këtë arsye energjia qarkullon vërtet shumë lirshëm, por nuk do të gënjehemi për kësaj. Duke qenë se në këtë moment kemi disa kënde të vështira, sidomos e Marsit me Neptunin, i cili krijon një farë mrekullie dhe kemi shumë më të thjeshtë të mbasim lidhje me realitetin. Vëllazë, në këtë ditë mund të vëmë një rritje në agresion. Kuptimet mund të shtohen edhe më tepër. Ndërkohë që tematikat që kishte në plot si pashetemet apo helmimet do të vinë në rritje. Mënyra se si do të kalojmë këto është më thjesht, duhet jemi patjetër të vetëdijshëm, të mendojmë mirë përpara se të veprojmë, e njëjta gjë është e vlefshme edhe me komunikimin. Qëse se edhe Merkuri ka filluar të krijojë një kënd negativ, mund të kemi probleme edhe me teknologjinë, ashtu edhe mashtrimet që ndodhin nëpërmjet telefonave apo rrjeteve sociale gjatë këtyre ditëve mund të shtonin. Gjatë ditës do të jemi optimist. Për këtë arsye mund të jemi shumë herë më tepër mos kokçare se çfarë duhet, prandaj edhe mund të bijmë prej shumë herë më tepër e të gjitha këtyre mashtrimeve që po ndodhin. Këshilla, si gjithmonë, është të qëndrojmë larg të gjitha telefonave, mesazheve të cilat vijnë nga numra të panjohur. Por që për sa i përket teknologjisë, duke qenë se mund të kemi probleme edhe këtu, si gjithmonë duhet të bëjmë kopje të gjitha dokumentave digjitale dhe të dërgojmë emailët apo mesazhet në disa forma të ndryshme. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.